Edhe a është rrezik? Po, para se me thonë rrezik, në demokraci pëse shkon zgjedhje, nuk do me thonë që është rrezik. Për këtë fundit është normale me shkon zgjedhje. Mirë po. Normale me shkon zgjedhje, po nuk është e zakonshme me shku në kaq shumë zgjedhje. Po tash nuk është e zakonshme që në Kosovë dhe në vendet demokratike, një parti e cila i fiton njëherë 50%, tash rreth 50% aty, 47%, që me që bandin zgjedhje. Pra, do me thonë, ne kemi thënë sa herë, me 10 herë në prononcimet tona, respektivisht po flas për veten time, kudo që kam qenë për secilin studio televizive, madje edhe në këtë studion këtu, që Albin Kurti që nga periudha e janarit të vitit 2026, respektivisht që pas zgjedhjeve të 7 qershorit është në fushat elektorale, takimet dhe kërkesa e tij për të takuar me krerët e partive opozitare është material për të quar vendin e zgjedhje, për arsye se ati i konvenon kjo gjendje kaotike politike në Kosovë, sepse vetëm kështu ai e mbon dhe e minbon veten e pushtet. Pastaj, sa i përket partive opozitare, qytetari i Republikës së Kosovës, si respektivisht votuesi rezident, nuk e ka të qartë se në çfarë orientimit të politik bërjes dhe në çfarë kushte operojnë partitë opozitare në Kosovë. Pra, futen në një proces zgjedhor, takuan me Albin Kurtin, me njëherë pëlqet paknatësia dhe krizat brenda partijake. Kjo tregon që partitë opozitare nuk janë në një sinkron të brendshëm, ashtu si nëse mund të themi sinkron, ashtu si që duhet të jetë një parti e cila funksionon mirëfilli brenda strukturave të saj. Pastaj takimet me zotrin Kurti që e bëri zotri Hamza, respektivisht zotri Abdigjiku, mendoj që janë takimet e cilat më shumë janë si karem zotrit Kurti për t'i përdorur këtu parti. Sepse komplet takimi që Albin Kurti e mban me partitë opozitare është takim për presidentin, për arsye se për qeveria ai nuk e ka nevojën e tyre. Dhe rrjedhimisht nëse Albin Kurti dëshiron me zhblloku gjendjen politike faktike në Kosovë, ai ka shumë të lehtë që presidentin me një marrëveshje pa koalicion dhe me një propozim që mund ta bënin partitë opozitare, të cilat do të ishte mirë që të ishin UID, do të zgjidhej puna e presidentit. Ashtu siç e kam thënë ca herë, vet Albin Kurti me veprimet e tij politike po e demanton vetveten, sepse ky ka thënë që presidenti është një noter. Me që presidenti qenë ka një noter, atëherë çka është gjithë ky pompozitet dhe çka është gjithë kjo avari brenda tij dhe gjithë ky diskurs i cili është i përdorur. Shumë e lehtë, zotri Ademi, nëse ne e morrim i shikojmë deklaratat e Albin Kurtit në janar të vitit 2026, i merrni dhe i shikoni deklaratat e tij në qershor të këtij viti, apo të marsit i krahasoni me korrikun e këtij viti, është e njëjta gjuhë, e njëjti brëm i fjalurit e tij, i cili e ka një synim, diskreditimin e partive opozitare të cilat edhe ashtu janë të lodhura, të pakoordinuara dhe në mungesë të leadershipit, dhe kjo është një e mirë për zotrin Kurti, mirë po është e dëmshme për Kosovën. Sa i përket zgjedhjeve, a dëmtohet Kosova? Kosova, për mendimin tim, është duke u dëmtuar në çdo aspekt tash e 6 vite. Për shkak të këtë qeverisjes që ka ndodhur në Republikën e Kosovës. Por problemi është që Kosova lere që nuk po ka opozitë të mirëfill, dhe nuk po ka një pushtet i cili punon për qytetarin dhe punon për konsolidimin e shtetit, po Kosova atë njëjtën kohë po ka një mungesë të opozitës së dur, e cila vjen me një alternativë që e bin qytetarin edhe nëse shkojmë në zgjedhje. Pra ne në zgjedhje nëse shkojmë në rregull, po e largojmë një person i cili nuk po din dhe nuk po dën të qeverisë. Mirë po, cila është alternativa? A ka dikush, a din më tregu dikush çka ofrojnë partitë opozitare? A din me dal një zëvendës, qoftë i Lidhjes Demokratike të Kosovës, qoftë i Partisë Demokratike të Kosovës, por edhe aleancës të paktën e cila për mendimin tim ka qenë më e qartë, që të na tregojnë se cila është alternativa ose pse Albin Kurti nuk do të jetë në pushtet kur këta takohen, edhe në fund pas atij takimi thonë që ne do të jemi në opozitë. Nuk i nevojë zotëri me deklaruar që do të jesh në opozitë, sepse në opozitë ka vendos vota e qytetarit. Por ti duhet të tregosh se cila është e keqja që po ndodh Kosovës nëse të futesh sërish në zgjedhje. Po e diskutojmë edhe gjatë emisionit. Se ka shumë pluhur